juridik. Si për futbollin, të gjithë trajner. Gjithë me rimat. Unë i konsultova disa juristë dhe njohës mirë çështjes kushtetuese. Ma shumë është një gjykata kushtetuese, ma shumë e ka bërë një zgjedhje se sa e ka pru një vendim juridik i cilë duhej të bijej. Sepse po t'ishte vendimi me të vërtet juridik, atëre do të mbetej në fuqi vendimi i presidentes, sepse sipas juristëve ajo e fundit, do me thonë, nëse disa ligje konfrontohen mes vetit, atëre vendimi ligji i fundit futet në zbatim. Do me thonë, jo ai 60 ditëshi, i cili nuk kishte mundësi që të realizoj, sepse kuvendi u konstitua shumë vonë, do thotë kjo ishte një vendimi i përkohshëm, apo se nuk do të përsëritet më kurrë, sepse sikur t'ishte kuvendi i konstituar më herët, atëherë ky 60 ditë do të konsumohej automatikisht dhe presidenti i ri do duhet zgjedhej një muaj përpara. Mirë, por në këtë rast si duket edhe gjykatësit pak janë lodhur me këto duke bërë zgjedhje, jo duke për vendime juridike, por vendimi është aty 34 ditë do të kalojnë shumë shpejt, edhe ato 45 ditë do të kalojnë po ashtu shumë shpejt. Është bën një vendim shumë i mirë se nuk i është lënë më mundësi prolongimit të parësyes se si na ndodhi vitin e kaluar. Sepse Albin Kurti tash është interesuar që të shkoj edhe një herë atje diku në zgjedhje ka fundi i dhjetorit, apo eventualisht gjatë kohës të verës kur janë pushimet dhe vjen mërgata. Por ju e keni caktuar datën e zgjedhjeve dhe bazuar tek ajo që thot kushtetuesja, kështu që 7 qershori është afati fundit. Po kur të vjen ajo që është vegël e Albin Kurtit, Albulena, ajo nuk ka mundësi ma që të luaj me që kërkojnë pra. Albulena i drejtohet gjykatës kushtetuese sërish me një kërkesë, e shtyn këtë afat pra 45 ditëshin? Jo, kjo është definitiv. Nuk ka asnjë arsye për më drejtu ma gjykatës kushtetuese. Është sqaruar që një herë për gjithmonë. Ju pëlqeu, s'ju pëlqeu, një në spal apo tjetër spal. Në Kosovë vazhdimisht vendimet e gjykatës kushtetuese në fund pranohen, edhe nga vetëvendosja, edhe nga Albin Kurti, edhe pse sulmohet gjykata kushtetuese, mundohet që të kapet apo sido që të jetë, mirë po vendimet e saj, gjykata kushtetuese është teorikisht është e pamundshme që të kapet. Mund të bëhet presion mbi ta, sepse gjykatësit aty zgjedhen sa e diunë për 7 vite, edhe me 80% votave, do të thotë me 2/3. Kështu që edhe më mundu dikush me kap, veç nëse vjen një diktator si Enver Hoxha i merr 99%, atëri kap gjitha institucionet. Për ndryshe është e pamundshme. E mori Vjosa Osmani një goditje në imazh me këtë vendim kushtetues. Unë mendoj se jo, sepse sikur mos ta dërgonte, mos ta merrte një vendim, dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve, atë do të shkonin pa kufi. Atëherë nuk do të luanin vetëvendosja, do ta luante atë lojën e kuvendit, do të mblidheshin çdo ditë, do t'i banin ftesë deputetëve që të vinë sepse e kanë obligim. Gjykata sqaroi shumë qartë se deputetët nuk e kanë obligim marrë në kuvend, nuk e kanë obligim me votu kundër vullnetit tyre. Domethënë, ajo lojë vendimi i presidentes, unë s'jam simpatizant i presidentes fare, mirë po problemi i Kosovës nuk është presidentja, problemi konstant i vetëvendosjes i Kosovës është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Kështu që nuk është Vjosa e vetmja që i ka shërbyer një kohë Albin Kurtit. Edhe më herët i kanë shërbyer, bie fjala Okeja, ka qenë Ramush Haradinaj, ka qenë me Albin Kurtin kur është demonstru, kur është kundërshtu demarkacioni, edhe pse ishte unë edhe Ramushit edhe gjithëve, ju kam tregu se këtë demarkacioni është kryer mirë, as 1 milimetër se ka hup. As Kosova, as te ka fitu Malizi, sepse kufit ishin ashtu që ishin, kufiti kemi, edhe Shqipëria i ka kufit ashtu që ka, tjera janë dëshirat e dikuj se edhe të ju është lutë gjithmonë se është shqit Vërmoshi, është shqita të Kudadionët e Shenaumi, pa ato kanë qenë lojra komuniste, lojra për propagandë, për t'i akuzu kumedit ata të kaluarit, se shqiptarët janë ndishëm me kufi. Sidomos nëse preket toka të na është pak si e shajt dhe ajo manipulua. Për ndryshe, kufiri është mirë, Albin Kurti është që 6 vite në pushtet, ka raportet mira edhe me Gjukanovićin edhe me këta të rritë që kanë orë, nuk e ka shtruar si problem. Kur demarkacionin do të thotë kjo ishte vetëm një lojë.
Prandaj ata që i shërbejnë Albin Kurtit për një kohë, mirë po arrin që të kthehen, ta kuptojnë se ata i ka keq përdor.